Miq të pasmës natës, kryefjalë kemi artit pamore. Sonte do të ngjajmë pak si Botticelli, pasi personazhi i ka fort për zemër, lulet i ka në të lajët e saj, por shumë vepra arti që janë në thestarin e Galerisë Kombëtare të Arteve janë ringjallur nëpërmjet ngjyrave si restauratore. Kam piktoren, restauratoren dhe pedagogën Entela Gasemi. Mirë se erdhe këtë pasmës natë. Ju faleminderit që më ftuat në emisionin tuaj. Një pranverë vërtet. E thash, pranvera e Botticellit frymëzon shumë kënd. Edhe ju besoj në fillesa ju ka frymëzuar Botticelli? Gjithmonë dhe mbaj mend që pikturën time kur kam qenë e vogël, të parën e kam me lule. Vazon me lule. Kështu që lulet të kanë rrethuar që fëmijë dhe nuk e heq dorë asnjëherë për tyre. Jo, nuk kam për të hequr. Megjithatë, ju keni provuar edhe 3D-n, jo vetëm pikturën që është në 2D ose rrafsh, por edhe 3D që është skulptura, apo jo? Po, kam punuar edhe në skulpturë, në disa vite kur kam jetuar në Itali me argjilën ose terakotën, kurse në Shqipëri me alqiun, por nuk kam bërë lule, kam bërë kafshë të vogla ose po them peshq, gjëra shumë të vogla, domethënë në miniaturë që ju ka shërbyer nxënësve të mi. Arti pamor për ju është? Është shumë. Është shumë sepse dhe fëmijët i kemi rritur dhe mbajtur dhe ata vazhdojnë akoma me artin pamor. Me pjesën e skulpturës dhe të pikturës. Fëmijët sidomos janë nga ana e skulpturës, siç është babai, ndërsa pikturën jam vetëm unë, por ato e bëjnë. E bëjnë dhe. Kështu që në familjen tuaj e keni si menu të përditshme, le të themi, pikturën dhe artin pamor në dimensionet që unë thash. Po, flitet vetëm art. Edhe s'ka që më bukur. Fillimisht ju ftoj të ndjekim një insert për Entela Gasemin për të parë dimensionet e saj se dita nis duke restauruar veprat e mjeshtrave të pikturës që ruhen në Galerinë Kombëtare të Arteve, por nuk ndalet aty, pasi fillon piktura sërish në shtëpi. Entela Gasemi është piktore dhe skulptore. Arti për të është mjaft i rëndësishëm, jo vetëm në shtëpi, por edhe në punë. Gjithnjë flitet për artin. Ajo ka mbaruar për pikturë, por prej vitesh. Është restauratore e veprave të artit në Galerinë Kombëtare të Arteve, ku fondi art, prej saj dhe ekipit të restaurimit, ka marrë një jetë të re. Pjesën e parë të ditës ja dedikon kurimit të këtyre veprave, por asnjëherë nuk lëmënjan penelat, duke krijuar ku është e fokusuar më shumë tek natyra, e nga ana tjetër dhe më simdhënia. Ajo ka marrë pjesë në ekspozita të shumta brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu ka qenë dhe kuratore arti. Ka jetuar për disa vite në Itali ku ka qenë pjesë aktive e ekspozitave kolektive, panajëreve të artit. Gjithashtu ka kuruar ekspozita në Muzeun Historik Kombëtar, ku është specializuar dhe për restaurimin e veprave të artit. Arti për të është frym. Piktura e skulptura bashkëtojnë më së miri në rrafshin 2-dimensional dhe 3-dimensional, pasi ajo jeton me skulptorin e njohur e pedagogun e Universitetit të Arteve, Ilmi Gasemi. Folja e fundit është shumë domethënëse, jeni gjithë familja. Gjithë familja tek babai i pikturës shqiptare, e quajmë ne brenda familjes tonë, Koli Drameno. Entela, do ndalojmë pak tek pjesa e fondit të artë të Galerisë Kombëtare të Arteve. Në këtë kohë galeria është në restaurim, pritet që pranverën e vitit të ardhshëm të paktën është premtuar nga kryeministri Rama që do jetë e hapur dyert një galeri e re me një rikonceptim total të linjës muzeale. Por gjatë kësaj kohe janë bërë ekspozita shëtitëse dhe veprat kryesore kanë marrë një jetë të re fal restaurimit. Fillimisht çfarë është ai fond për ju? Unë prej vitesh punoj në Galerinë e Arteve, në sektorin e restaurimit, jam specialiste restauratore e skulpturës dhe e pikturës. Prej vitesh kemi punuar rregullisht në këtë fond, duke restauruar vepra, dhe kur ishim në ndërtesën e vjetër të Galerisë së Arteve, kemi punuar, por tani që kemi ardhur në një moment ose në një vend për momentin, që është Muzeu Historik Kombëtar. Që është tek Muzeu Historik Kombëtar, ne nuk kemi ndonjur pa punuar rregullisht
Dhe kemi krijuar ekspozita shëtitëse në qytetet të Shqipërisë, po Gradeci, Saranda, Berati, Tirana dhe së shpejti pritet Shkodra. Shkodra ka shumë artistë të njohur, siç e dim të gjithë, ka shumë punë sepse janë shumë mjeshtra në një vend. Dhe po punojmë fort për të përgatitur për muajin prill për këtë ekspozitë. Rregullisht punojmë duke i nxjerrë nga fondi, duke i krijuar pjesën e mirëmbajtjes, po e quaj, ose të konservimit rregullisht. Çka të bëjë me klimën, me pastrimet e nevojshme, me ndryshimet e ambientit. Dhe pastaj fillon restaurimi pjesë, po jo për të gjitha veprat, sepse jo të gjitha duan çuar deri në procesin e fundit të restaurimit. Shumë janë vetëm konservimi për ta mbajtur në gjendjen që është vepra. Kur shkojnë deri në fazën e restaurimit, ato na marrin dhe një çik më shumë kohë se sa pjesa e parë. Çfarë është ai thesar për ju? Kur ke hyrë për herë të parë në fondin e galerisë, ku nuk mund të hyj kushdo, përveç se kur ekspozohen. Jo, aty nuk hyn dhe vetë punonjësit e galerisë nuk mund të hyjnë të gjithë në atë fond. Jemi vetëm ne si sektor që kemi të drejtën. Tre persona që mund të hyjnë. 3 doktorët e veprave të artit. Me bisturi në dorë. Vetëm ne mund të hyjmë në atë fond, dhe vetëm në përduar tona mund të kaloj ai fond për të restauruar dhe për të qenë gati për ekspozitën e radhës. Të merr shumë kohë sepse nuk është vetëm momenti i bisturisë, siç e thatë ju i doktorit, por të merr dokumentimi fotografik që si ishte vepra, dhe si do shkoj në gjendjen e fundit, si do shkoj të kushteve si është mbajtur, çfarë problematikash ka, dhe të gjitha këto duhen dokumentuar. Dokumentuar do të thotë të mbash lapsin në dorë, pra të mbash një ditar të punës që nga fillimi deri në fund. Pra ka një kartel. Ta kartelizosh këtë. Ka një kartel çdo vepër. Ka raste që s'kan edhe fotot e para, apo jo? Jo, foto kanë. Foto në përgjithësi gjithë fondi që ka galeria ka. Si mund të ma cilësosh këtë fond, thash, kur ke hyrë për herë të parë, që e ke parë, sa i pasur është, sa i shumëllojshëm është? Është një magji më vete, sepse është ato raftet, mënyra se si janë të vëna, ato të manisin. Sepse ti shkon dhe thua, unë do hy në fond, por nuk e ke fare idenë se çfarë gjendet aty. A janë në formë dosjesh, ti e mendon sikur janë në formë dosjesh, por ato janë në rafte që lëvizin me shinë ose të varura, pra janë të sistemuara në një mënyrë perfekte që vetëm ne e shijojmë. Ku shef Kolidromenën motrën tonë? Shkon më tutjet e mjeshtat e tjerë, Sali Shiaku, po marrim disa prej tyre, po janë shumë. Jakub Feraj, Nexmetin Sajmi, Simon Rota, domethënë ato janë këto emrat e fundit i kemi tani në Shkodër, i kam në duar, prandaj dhe më vinë. Si është gjendja e veprave sot? Janë në gjendje të mirë. Unë gjithmonë kam qenë optimiste ke kjo pjesë. Edhe kur kam punuar në Muzeun Historik, dhe tani që jam në galeri, janë në gjendje të mirë. Ose mbase flas me fjalën që vinë ekspertë huaj dhe thonë, jeni më mirë, i keni më mirë në gjendjen që i keni, pa ndryshime të forta. Ndryshimet e forta do thotë kur ti heq nga një institucion në një tjetër dhe nuk ja krijon një lloj temperaturën, lagështirë, si ka qenë, ajo është tronditje për veprën e artit. Pra fondi është i ruajtur mirë. Është i ruajtur mirë. Kujdesen 3 specialistët. Jemi ne, janë Olsi, Andoni dhe unë. Po. 3 muskutierët e Galerisë Kombëtare të Arteve. Janë edhe punojësja që është e fondit, specialistja që është e fondit, që e ruan në mënyrë perfekte, qoftë nga ana e kompjuterike, nga sistemimi i kartelave të saja, sepse dhe ajo ka kartelat e saja, dhe kur ne shkojmë, domethënë ne jemi dytësorët pas asaj. Është e vështirë të restaurosh veprat të autorëve që janë sot, që janë gjallë, vinë për t'i parë veprat e tyre që ruhen në galeri, sepse i quajnë edhe si veprat më të mira, të cilat galeria është krijuar në këtë formë, pasi bëshin ekspozita të mëdha, veprat më të mira bliheshin dhe kalonin në fondin e art të galerisë që ne sot kemi mbi 5000 vepra artit. Në bazë të çmimeve ose në bazë të çmimeve. Komisioni vendosi që kjo është e denjtë për qenë në galeri apo jo. Ky ka qenë parimi bazë në cilën është ndërtuar ky fond apo jo. Po të them ke ekspozita e fundit e Tiranës, kemi kapur shumë episode me foto ose me video të shumë piktorëve ose të skulptorëve dhe janë manitur. Nuk e egzagjeroj duke thënë pse kaq mirë më ka ndonjur puna pas kaq vitesh,
Do të thënë ju ka pëlqyer jo vetëm puna jonë që e kemi çuar në atë fazë për ekspozitën, po dhe mënyra që s'kishte ndryshuar, qoftë kanavaca, do të thënë mënyra e të mbajturit të Cili është parimi bazë profesional për një vepër e cila mbase ka psuar edhe dekolorim ngjyrave? Ndërhyrje në ngjyrë? Vepra mund të ketë jo dekolorim, mund të ketë rënje ngjyre. Mund të ketë kraklyrat e veta që pëson nga kushtet atmosferike, do të thënë dimër, verë, do të thënë këto janë vjesht, këto janë ndryshimet. Cili është parimi që ndiqni në këtë rast? Atëherë, pasi gjithmonë e para njërë është fotografimi, në gjendjen që është. Nuk ndërhyet kur, po e theksoj, po nuk fotografua në gjendjen që ne na vjen në tavolinë. Dhe pastaj fillon konsolidimi. Nëse ajo ka psuar kraklyrat e veta, konsolidohet, kuptohet me solucionet që janë për konsolidimin nëpërmjet shiringës, ose tamponeve, ose metodës së punës që janë me shtresat. Pra në ngjyra ndërhyet shumë rrallë? Ka ripikturime të veprave. Ka ripikturime, patjetër që ka, se ku ka abrasione ose rënje ngjyre, ka stukon, por kjo ripikturim nuk bëhet kur, po nuk ushtrua shtresa që e mbulon pikturën, që ti në një të ardhme, X-i, të vish dhe ta rifreskosh, ta marrësh dhe njerë në dorë mas 50 vitesh, sepse piktura ka një gjë, 10, 20, 50 vite. Dhe pastaj mund të vijë një moment prap që të rikapet, të rimeret në dorë për një restaurim. Ka pas ndonjëherë ndonjëri që nuk ka qenë i kënaqur mbase me ngjyrat që janë përdorur? Jemi të vërtet? Nuk ndërhyet aq shumë në ngjyrë. Që të kuptoj. Nuk ndërhyet aq shumë në ngjyrë. Domethënë kjo është si shprehje që më zhvon dorën në pikturë, nuk ndërhyet aq shumë në ngjyrë. Thjesht mund të pikohet, ritoko domethënë quhet maja peneli që ti i pikon, por si të bësh për si një fëmijë i vogël që bën një vaksinë dhe nuk e ndjen. Për shembull, nëse marrim piktorët të cilët janë dhe sot. Ke plot, është Edi Hila. Po, kemi Naxhi Bakallin. Naxhi Bakallin, ke vajzën e Zajmit që mund ta shohim me një sy Anila Zajmi që shef vinte konsultohen, i konsultoheni me artistët e kisha fjalën të gjallë, qoftë piktor, qoftë skulptor, nëse keni një restaurim? Te kjo pjesë jo, sepse nuk lejohen të hyjnë. Është ajo që thej që nuk lejohen në fond asnjëherë. Ka se mos merrni një konsult me to për ato që janë, për shembull. Jo, sepse si restauroni një lule të kuqe që ishte shumë e bukur, është mos e Hasan Albanit, mos ka po. Ishte ekspozita e Beratit. E Beratit dhe ishte mjaft interesante sepse është përzgjedhur që këto artistë që ne kemi në Tiranë sot, jo të gjithë janë Tiranës, pjesa më madhe janë nga rrethet. Dhe ju keni përzgjedhur një formë që këto artistë i çoni në vendin e tyre, ku shpesh janë harruar sepse kanë ekspozuar ose aktiviteti i tyre artistik ka qenë më shumë, le të themi, në Tiranë apo jo. Dhe kjo ishte gjë e bukur sepse e shef gjithë, po e quajmë e shef gjithë fisi. Ka qenë një gjetje shumë e bukur e Zana Varvaricës, e cila është kuratore e kësaj ekspozite. Doja vetëm të thoja kjo pjesa që më pyete për ngjyrën, si ndërhyjet në ngjyrë. Ja, këtë e kisha, ishte shumë e bukur si punë. Ka një gjë që si e restauron një restaurator, po jo, domethënë, unë kur hyj aty, unë e harroj që jam piktore. Restauratori duhet të harroj që është piktor. Ose kur restauron një skulptur, duhet të harrosh që ke prekur baltën. Pra, duhet të shkëputesh 100% nga ajo çfarë ti je. Mos kesh asgjë tënden. Sepse ti nuk duhet të fusësh veten. Mediton me pikturën? Do një përqëndrim maksimal? Do përqëndrim, do durim, por nuk duhet të fusësh fare veten në atë pikturë. Pra, ti nuk duhet të kesh ngjyrën tënde ta përcjellësh në atë pikturë. Ti thjesht do bësh një pjesë, domethënë një ripikturim estetik. Unë kam parë që laboratori është shumë modern. Pa, i bëni analizat e ngjyrave në aspektin kompjuterik, arrini të shikoni gjithë elementet siç bëhet në laboratorët më të mirë europian. Siç janë dhe jashtë. Ne kemi vajtur, unë kam hyrë. Pikërisht, ju jeni specializuar dhe njihni mirë. Në Itali, në Brescia, unë kam hyrë, nuk ka asnjë ndryshim me tonin. Përkundazi, kur ata vinë tek ne, kur kishim para shumë kohësh që vumë dhomën e dezinfektimit, vetë ai që na e vuri tha, unë nuk e kam. Pra, jemi me kushte optimale moderne. Jemi.
Deri më sot, ju keni qenë në galeri, në muze, keni qenë dhe në ikona, keni një eksperiencë të gjatë si restauratore. Sa keni kaluar? Sa punë kanë kaluar nga duart tuaja? Atëherë, tek pjesa e shkollës që bëm të restaurimit e kemi filluar me ikonat dhe me afreskun. Kemi kaluar në atë periudhë shumë ikonat sepse merreshin nga muzeu historik. Pastaj në muzeun historik shumë, por nuk përmenda numër, mund të kenë qenë 6-7 brenda atij harku kohor që ne kemi bërë shkollën e restaurimit, që për ne janë shumë. Në muzeun historik isha pjesë e ambientit ose të pjesës arkeologjisë. Do të thënë kam kaluar të gjitha ato etapat që duhet do më thënë le të themi një eksperiencë në të gjithë fushat e restaurimit. Tek pjesa e skulpturës, do më thënë ke ato vite që unë mbarova për restaurimin e skulpturës, kam kaluar tek arkeologjia e muzeut dhe ishte edhe aty një eksperiencë shumë e bukur sepse të prekje kokën e Deas, kokën e Erosit, ku ka më mirë. I keni pastruar? Po, ajo pjesë, do të thënë ajo kohë aty ka qenë, aty nuk ka pasur, në muzeun historik me skulpturat nuk ka qenë restaurim i çuar si proces deri në fund. Ishte vetëm pjesa e konservimit, mirëmbajtje konservim, sepse nuk ishte krijuar laboratori, nuk ishte muzeu, tani do është edhe ai në fazën e rikonstruksionit. Kemi pak tranzicion në institucionet e artit. Do kenë laboratorin e vetë dhe shumë mirë, sidomos arkeologjia ka nevojë, aq më shumë dhe etnografia. Ndërsa tek pjesa jonë që jemi në galeri, këto vitet e fundit, kemi për mos thënë 300-400 vepra kemi kaluar në përduar me këto ekspozitat e fundit. Në fakt, ne kemi parë Kolidromeno që jeni dhe ju këtu, ka qenë një ekspozit e posaçme, kur u bë i gjithë koleksioni i tij. Dhe realisht mori një rilindje, le të themi, ai koleksion. Dukej sikur veprat ishin bërë atëherë. Atë e kam prekur. Unë them gjithë grupi punës, po unë ndjej kënaqësinë ta them secili e thot për vete e kam prekur me dorë të gjitha veprat dhe nuk kam për ta harruar asnjëherë. Ka qenë e vështirë dy rrugët, mos gaboj, ka qenë vepra më vështirë për të restauruar? Atëherë, dy rrugët ne na erdhi nga Shkodra. Është vepër e tyre dhe kanë restauruar ato. Ndërsa pjesën që ne kemi filluar nga fillimi në fund, me shefin, do të thënë që mbajti më shumë peshën më të madhe, shefi sektorit Olsi dhe ne të tjerët, por ajo si vepër është marrë nga fillimi deri në fund. Pra ajo është komplet arritje e grupit tonë. Dhe them dhe dua një... Është vërtet që ke pas emocione më të forta për Kolidromenën, pse? Shumë. Pse? Nuk e di, nga që i prekëm të gjitha me radhë, brenda një viti i prekëm të gjithë veprat me radhë dhe shumë patë ndryshime, dhe me thënë nga duar tona, motrat tone jo, sepse ajo ka qenë një vepër. Ka ardhe restauruar në Francë. Përveç se motrës tone, të gjithë tjerat i kemi prekur ne. Ajo ka qenë projekt në vete që ka ardhur nga Muzeu i Luvrit. Ka qenë Majlinda Agolli, që nuk jeton, ajo ka qenë pjesë e saj, ajo e ka prekur dhe ka... Secili ka emocionet e veta, mbase dhe ajo... Është emocionale kur prek një vepër për masave të tilla? Sepse ne ato e cilësojmë Mona Lisa shqiptare. Kur ne kemi parë, kur hyn dreqi në shtëpisë që kemi qenë pastaj, ne si pjesëtar që e punuam, kur e kemi shijuar atë natë, unë them për veten time, unë kam qarë. Ke qarë? Kam qarë, kur të gjithë vinin dhe e shikonin, dhe që ne rrinim nga pas, unë kam qarë. Vizitorët të cilët shijonin ekspozitën. Dhe ju ishit në planin e dytë duke parë çfarë emocionesh përjetojnë, le të themi, spektatori përballë këtyre veprave. Dhe është gjë e bukur në fakt. Dhe kur kam vajtur në shtëpi atë natë, ju kam thënë të gjithëve sapo hym, si u duk. Doja të ma thonin direkt pjesëtarët e mirë, sepse ne në shtëpi gjithmonë i presim nga njëri tjetri të mirat dhe të këqija, domethënë. Po e thanë ato, për ne... Sa të zauron pjesa e restaurimit, sepse vërtet merr shumë kohë. Ju bëni një lloj analize, do në përqendrim maksimal, mos t'i tërsohet veprat, qëndroj aty ku është, i tham pak a shumë parimet, që t'jemi edhe më të prekshëm për spektatorin, jo vetëm pastrim, por edhe restaurim ngjyra kur ka nevojë, skulptura nëse ka një pjesë të thyer, janë shumë element bashkë. Të gjithë. Unë sa të merr, unë duke qenë pjesë e mësuesisë, unë e kam të ndarë, pothuajse e kam harruar veten si artiste piktore, më merr 50% me 50%,
restaurimi dhe 50% mësuesia. Nuk di ta ndaj në këtë moment që ju më pyesni që kush të jep më shumë kënaqësi. Sepse dhe atë pjesën tjetër e dua po aq shumë dhe mësuesin. Por do kthehemi tek arti. Si ka lindur dëshira për pikturë dhe Lule thatë që fëmijë e dashuruar për pikturuar lule dhe vazhdon dhe sot edhe kur ke marrë pjesë së fundmi në ekspozitën që u bët bashkë gjithë gratë përsëri me lule. Atëherë, ta kalojmë të pjesën, më thënë që thamë, por unë në fundit kam lindur. Është ajo pjesa që mua babai dhe nëna më kanë bërë piktore. Kështu që unë aty e kam të gjithë, në fund fare të ditës aty përfundoj, në darkë përfundoj tek peneli im. Tek telajo duke pikturuar. Tek telajo. Pse të pëlqen kaq shumë lulet në telaj? Ke bërë sepse ke të ndryshme, ke kaktus, ke gjitha llojet e luleve që ne shohim diku në natyrë janë telajet tuaja. Unë ndjehem mirë me lulet, kam provuar dhe pjesën e nudove, peizazhin, po dhe ke nudot shkoj po prap i vë lulet në sfond në background dhe tek peizazhi që po prap janë po lulet dhe pak zëndërtesat. Lulet, sepse që e vogël, unë duhet kem, gjyshrit i kanë pas shtëpit në vende ku kanë pas fusha përpara. Kështu që si duket unë atje jam lidhur fort me lulet. Me natyrën. Po, kam luajtur vetëm në fusha me lule, edhe në shtëpin time ke prindërit, unë jam vajzë Durrësi dhe pjesa e Durrësit pas që ka qenë Këneta, ka qenë komplet me lule përpara dhe ne atje loznim, kështu që unë dhe atje mbaj mend vetëm ato tërfilat, ato lulet që unë kam me ngjyrën që është fustani tani, ajo lulja që quhet lulja e Sokratit, po që ne e quanim lule gjize quajnë atë kohë që loznim shtëpiash, dhe unë më vonë vetëm ato kam pikturuar dhe ndjehem mirë, me lulet ndjehem mirë. Ndjehem mirë sepse kanë ngjyrë, më përcjellin emocion, unë flas me to, kuptohet, flas me penelin, duke interpretuar ato. Ka momente që kam kaluar edhe tek perlat, po që dhe ajo ngelet pjesa, po prap mbështetëse e femrës, që si çdo lule do dhe zbukurimet më vonë, kur bëhesh grua, pastaj fillon dhe zbukuron dhe veten, kështu që vetëm për to mendoj. Dhe po të më pyesësh çfarë planesh ke, unë prapë do të them lule. Vajza që dashuron lulet. Ndërkohë, si ka ardhur dëshira për artet pamore dhe kush të shtyu më pas që të fokusoheshe dhe të studioje pikërisht për pikturë? Në familje nuk, e kam thënë gjithmonë që nuk kam pasur, në familje dhe në fisni që quhet, nuk kam pasur piktor. Unë në shkollë të 8 vjeçares duhet këtë qenë profesori që ka trokitur fort dhe ka thënë që ti patjetër duhet ta ndjekësh kursin e pikturës. Kam vajtur natyrshëm si gjithë fëmijët e asaj kohe nëpër shtëpitë e pionerit. Jam ndjerë mirë sepse dhe profesori si duket, domethënë ka thënë që ti ke ngjyrë, dhe duke thënë që ke ngjyrë, domethënë je piktore. Në ato periudha kam filluar në shkollë të mesme të mendoja dhe për skulpturën dhe kam bërë skulpturë, biles në fillim më kanë çuar tek skulptura dhe pastaj më kanë kaluar se ka qenë me konkurs në atë kohë, pastaj më kanë kaluar se thanë që jo mjaftueshëm është skulptura me djem, vajzat jo. Kështu kanë gjykuar në atë kohë. Kështu ishte atë kohë. E quanin domeni meshkujve, i muskujve. Po si duket unë pastaj vajta, domethënë rrjedha ime vajti dhe profesori im i skulpturës dhe vajti dhe gjithë familja për skulpturë. Dhe atë që s'ma lanë në lice, si duket, unë e plotësova në akademi dhe në jetë. Të gjithë për skulpturë. Si është të njohësh njeriu në jetës që e ke edhe pedagog? Ilmi Kasemi, ka qenë pedagogu juaj? Po. Unë them dhe për të tjerët dhe shumë herë kur më pyesin, do doja që gjithë piktorët të ishin brenda fushës, ose gjithë skulptorë, piktorë të ishin brenda fushës së vet, por zgjedhjet e gjithsecilit kuptohen më mirë? Kuptohen më mirë, kuptohen me sy, debatojnë, diskutojnë, po të njëjtën gjë. Unë nuk di se si mund të diskutojnë. Po si ran dashurimet ty Endela?
Pase nga lullet. Pa punët apo si? Si ta tha? Se pak e vështirë është kur me vizatimet. Sa diferencë keni? 11 vjet. 11 vite diferencë. 11 vjet, por unë si ka nikur ato vite, nuk e di se si ka nikur ato vite dhe unë them që unë duhet jem më shumë se sa. Pak e vështirë është i thuash nxënëses që të dua? Përsëri nëpërmjet punës. Ashtu ka qenë? Nëpërmjet punës. Erdhi natyrshëm? Nëpërmjet punës. Të pëlqente edhe ty besoj, jo? Si duket ka pëlqyer punën dhe unë fakti që kush pëlqen punën time, ndihem mirë. Ai duket ndjeshëm që është frymëzuar dhe nga ju, muza juaj, unë shoh shumë punë të Ilmiut që janë në skulpturë, jeni ju, kaçurela tuaj. Kjo është një. Dhe ka shumë sa dolën këtu. Është vërtet? Muza e ti? A i thot që vetëm ti thot muza ime, ka tentuar ndonjëherë ti të shprishi kaçurelat, po përsëri kthehet po tek ato. Që kur jeni njohur e ka bërë këtë? Si të ka thënë të dua me ndonjë skulpturë? Atëherë kur momenti i parë kur jemi njohur, po prapë me skulpturë ka qenë, domethënë puna që ka qenë në duart e tij në momentin e njohjes, çuditërisht ka qenë, jo se kam qenë unë, po ka qenë me kaçurela. Dhe tani s'ke qenë ti? Jo, domethënë në momentin që jemi njohur ka qenë ishte duke bërë një vajzë me kaçurela. Një vajzë me kaçurela. Si duket atëherë domethënë më vonë tha që kaçurelat do vazhdojnë dhe kaçurelat vazhdojnë dhe sot e kësaj dite. Kështu ka qenë. Dhe vim për natë në shtëpi kaçurelat. Është e bukur, ëh, sepse skulpturat punat e tij janë me kaçurela. Çdo femër e vën me kaçurela, nudo, të zhveshur, të veshur është me kaçurela. Edhe është e bukur, është dhe frymëzuese. Çfarë të ngacmoj më shumë te Ilmiu? Ose të bëri më shumë përshtypje? Që është shumë punëtor. Dhe kur jemi njohur dhe tani vazhdon dhe unë mbahem peng e asaj pjese që ai është shumë punëtor. Dhe duke qenë punëtor, ma kalon atë, duke më sjell çdo kaq net skulpturë dhe po prap me kaçurela do të thotë që unë duhet jem unë më shumë e dashuruar me të se sa ai me flokët e mi. Po, ke pozuar ndonjëherë për të? Jo. Asnjëherë? Jo. E ka vetëm në imagjinat? Po. Asnjëherë nuk kam ndonjur asnjëherë. Mund të jetë ajo pjesa që më shef në këndë të ndryshme. Në shtëpi po që të kem ndonjëherë jo. Nuk e mbaj mend. Dhe nuk dhe e thot gjithmonë që asnjëherë s'ke për ndonjur. Nuk do vi ajo ditë që ti do më rish. Nuk ka për të ardhur ajo ditë, jo. Nuk ka nevojë. E ka të skulpturuar në përkista, portretin të... Në momentin që do vi ajo ditë, unë do lë stekën. Dhe në fakt, më pas ju thoni edhe në Itali, të dy së bashku. Ishte viti 97, që morët një vendim për të larguar. 97-98. E vështirë? Largimi si e ke përjetuar? E vështirë, sepse ikëm nga një pozicion pune, po e them lartë. Dhe me thënë, ishte krijuar pozicion. A ishte pedagog, ishte themeluar isha drejtuese në arsimin parashkollor, pra ishte krijuar gjithçka. Sot, si dje, si sot e njëjta gjë është, po ke krijuar vendin e punës, ke, do të thënë, quhet një qetësi familjare. Ikëm nga pjesa më lartë, menduam se do shkonim, do të thënë, do iknim, do zbrisnim poshtë, por çuditërisht duart tona nuk vajtën, do të thënë nuk zbritën poshtë, përkundazi filluan prap ngritjen. Ju punuat edhe në Itali gati 10 vite dhe keni marrë pjesë edhe në ekspozita të ndryshme atje. Ishte vështirë fillimisht përshtatja? Ishin fëmijë e vegjël, për të thënë, do të thënë për përshtatjen tonë artistike. Duhet dikush të bënte rolin të merrej pak me pjesën e edukimit të tyre. Në fillim nisi Ilmiu të merrej pak me këtë pjesën, sepse u përshtat dhe më shumë me arkitekturën e zonës, me gjuhën, me gjithë të pjesën. Skulptori e ka më të lehtë. E ka më të lehtë, të kapi këtë 3 dënë. Dhe ai filloi të merrej. Pastaj bëm ndrimin, filloi ai me punën, me skulpturën dhe u ngrit fort, duke marrë pjesë në për monumente, në për konkurse. Kurse unë ndonja ke ajo pjesa si që jam tani, ke skulpturave, ke pikturave dhe ke ekspozitat mujore që quheshin. Kolektive. Kolektive.
Kurse ekspozita personale kemi bërë me familjen, me fëmijët. S'kemi bërë asnjëherë vetëm. Po, i keni përfshirë të 3 djemt janë skulptura, po? Si është kjo, kur ndjekin rrugën e babait dhe nuk i rëmbeve ngjyrat në njërin prej tyre, apo aty prirje kishin atë dëshirë? Ngjyrën ato e kanë bërë që të vegjël, domethënë dhe ke pikturat, po ti shikosh, ke ekspozitat që kanë bërë ose ke pikturat që kanë, ngjyrën e kanë bërë rregullisht, ndërsa studimin ose diplomimin e kanë bërë në skulpturë. Kurse ngjyrën gjithkund e bashkë kemi punuar. Domethënë, unë shumë herë i kam marrë me vete, ato tani më marrin mua ke pjesët kur kanë projektet e tyre, pra kemi ndruar rol gjatë gjithë kohës. Një familje tëra e artit pamor. Domethënë shkëmbejmë. Jetohet bukur me artin dhe a jetohet me art? Tani s'ke e fundit, jetohet me art. Ne kemi jetuar me art. Që jetohet bukur, jetohet shumë bukur. Sepse, domethënë, ne në shtëpi flasim vetëm me ngjyrën, vetëm me formën. Tani dhe djemt kanë lëvizur, sepse Piro i madhi ka kaluar ke inteligjenca artificiale, ka kaluar ke 3D-ja, ke printi, dhe flitet, dim çfarë flasim. Ata po adaptohen, le të themi, edhe me këto trendet të reja. Po. Sa do të cënoj pikturën tradicionale dhe skulpturën, këto 3D dhe elementet e tjera, apo do shërbejnë si ndimes? Atëherë, mbase që ju i keni edhe në shtëpi të gjitha llojet e mbase shumë trëmben nga kjo prurja e re, por ne po e prekim me dorë. Domethënë, i madhi thash Piro po punon me Ilmiun dhe Sulidin, që punojnë rregullisht në studion e tyre me allçi, bronze të tjera. Domethënë, ai po i kalon me pjesën e rezinës, domethënë me këto printet, domethënë dhe po bashkëpunojnë shumë mirë. Nëse vjen një skulpturë e vogël në darkë, që e sjell Ilmiu që ka punuar gjatë ditës, ose Sulidi që kanë punuar në studio gjatë ditës, Piro e merr, e skanon dhe të nesmen për 24 orë ose për 48 orë varet nga koha që do printi, ai e çon 1,5 metër. Pra kjo është një arritje që vetëm Ilmi thot, do t'i shërbej, le të theme, unë po e shijoj dhe po më shërben, thot, po. Jo do e dëmtoj. Jo. Mendoni se shpesh, kur lindi fotografia, u tha që Kavaleti doli jashtë përdorimit. Si që provoj, po prapë i madhi e provoj fotografinë dhe tha atëherë Ilmiu, filloi në botë konkurenca. Iku, ndonjë fotografia ka marrë pozicionin e vetë për gjithë ku janë në gjithë botën, nuk ja cënoj fare skulpturës, nuk ja cënoj fare. Pra ju mendoni që Kavaleti do qëndroj fort ende? Do qëndroj. Nuk është demode? Jo. Kur e dëgjon një fjalë të tillë, si të vjen? Jo, sepse siç ishte ekspozita që ju thatë e fundit e Fierit, që pati shumë arritje, domethënë dhe të gjithë u kënaqën, jo vetëm artistët, po u kënaq një qytet i tërë, u kënaq dhe po e quaj një Facebook ose një Instagram i tërë, do të thotë që nuk është demode. Sepse ngjyra nuk ikën. Ngjyra nuk ikën, po aq dhe në skulpturë ka shumë njerëz të cilët edhe penelat dhe atë vajin në fakt e përzierja të jep një lloj, besoj ju e dini më mirë, të jep një lloj frymëzimi më ndryshe apo jo. Ndërkohë që kanë filluar edhe penelat digital, shumë i përdoren. Sa janë afër dhe sa janë konkurrues dhe cilat preferon më tepër? Cilat preferoj unë si piktore? Unë ngelem ke peneli, ke piktura e mirëfillt. Unë ngelem tradicionale. Ke klasikja. Unë atë e deshifroj dhe e përcjell dhe e komentoj më mirë. Në krahasim me një pikturë moderne që ngelem, nuk di ta komentoj aq shumë sa një. Të jep emocion më të madh përzierja bojës se sa ato penelat digital që tashmë i kanë për tableta, mund të jetë gati i ngjashëm? Unë e kam provuar dhe me tabletin, nuk kam emocion. Nuk ka emocion, është i ftohtë. Jo, unë vetë jo. Për mua është e ftohtë. Unë kur e kam prekur nuk më ka dhënë emocion. Mua, e thash dhe në fillim, mua po nuk më bëri për të qarë në fund vepra, qofte edhe vepra ime, aq më shumë po tjetë edhe ndonjë, për shumë, kur kam vajtur tek Michelangelo, Kapela Sixtina, që kam qarë, domethënë, po nuk më çoi deri në atë moment, po s'më përcolli një gjendje të qari,
nuk është harrir. Në pak fjalë duhet të trondis një vepër arti. Duhet më trondisi piktura ime. Ke pas vepra që vërtet kur i ke mbaruar, je ndodh në këtë gjendje që ma përshkrove? Ma përshkruve pak më herët? Atëherë, kur unë nis pikturën, mund ta nis edhe pa një muzikë në sfond. Do të thënë, siç vën të gjithë një muzikë në sfond. Nëse unë kam arritur, për shembull në veprat e fundit, kjo që kam në përduar me tërfilat, që ka zgjatur 10 muaj, fundi i veprës është kur unë kërkoj ta vë muzikën. Dhe kur unë muzikën e vë dhe e vë me zë të lartë, do thotë që unë kam filluar të qaj brënda dhe pastaj fizikisht filloj edhe qaj. Pra, atëherë quaj të mbaruar. Kur i vën muzikën, çfarë muzike preferon? Më shumë Botticellin, Pavarotin, Celentanon dhe Jackson. Kur përfundon ke Jacksonin do thotë që ka arritur tronditja. Kjo është faza që përjeton pas krijimit të veprës suaj Entela. Shumë interesante. Botticell, Pavarot, Bocellin, Celentanon dhe po arriti ke Jacksonin do thotë që penelat e fundit. Kjo është ajo që pam një nudo jotja, është një çiftë? Po, është Eva dhe Adami, ikja. Ose përndjekja për në ferë, në Evës dhe Adamit se kanë bërë mëkatin dhe e përzë vetë molla. Mëkat dashuria? Mëkatin e thonë, por ajo është gjëja më e bukur, është dashuria. Ju keni shumë edhe të vegjël edhe që jepni mësime. Në vërtet, ka interes shumë të madh, edhe nga prindrit për t'i futur në pikturë, disa kanë talent, disa jo, po i mirë ngjyra besoj fëmijëve, i jep një mundësi për të shprehur. Sa të rëndësishme janë këto për te komercializmit? Atëherë, edhe unë kur kam qenë e vogël, kur kam qenë te kurset e pikturës në Pallatin e Pionerit, jo të gjithë kemi qenë piktor dhe jo të gjithë kemi përfunduar në Akademinë e Arteve për të bërë piktor. Po kështu është dhe me fëmijët sot. Në një grup prej 30 vetash, jo të gjithë janë, ose jo të gjithë do bëhen piktor. Po të bën 3, ku ka më mirë. Edhe një mjafton, po t'jeti talentuar. Ndërsa pjesa tjetër, rëndësi ka që të jenë prezent dhe të rriten me frymën e ngjyrave, me pjesën teknike që ti i shpjegon, me përsëritjen e fjalëve teknikisht, po dhe me atë qetësinë që ti jep një orë kursi vizatimit, pse jo, po dhe një relaks sepse nuk do shkojnë me mamin, domethënë do shkëputen nga prindërit, do rrinë pa mamën që fëmijët e vegjël e duan shumë, unë kam shumë fëmijë të vegjël 5 vjeçar, domethënë që dhe po të rrinë një orë pa mamën shumë mirë. Pra, ju bën mirë edhe në këtë formë, për t'i kultivuar shijen estetike, një lloj shkëputje, por që është rëndësishme t'ju ushqejmë me art. Kjo më pëlqeu shumë kjo lule. Kjo është lulja iris, janë nga ato lulet e vogla të baçeve, të gjysheve. Dikurshme, këto janë zambak të bardh. Edhe kjo është po prape e baçeve tona, nostalgjia për kush ka lindur në ato shtëpitë e gjysheve, me lulen e zambakun e kuj, zambaku i bardh, zambaku Leila. Cila është lulja që ke tani në mendje për të realizuar? Unë kohët e fundit kam pas këtë lulen e Sokratit, të lulen e verdh, që është lulja që jam rritur, thash duke lozur në fëmiri, lulen e tërfilit që në moshën, po e quaj në moshën e rinis që kush nuk e ka dashur, ke fat. Lulja, dhe me thë gjethja e 4 e tërfilit. Tani po mendoj për një lule që unë e kam më pas, dhe me thënë në këtë moshën që vjen, kjo mosha e pjekuris që vjen tani, nuk do doja ta zbuloja. Nuk do doja ta zbuloja. Këto janë dhe perlat? Kjo është lulja e fëmiris, kjo është lulja e Sokratit, lulja e helmit e Sokratit, po që vërtet është quajtur lulja e helmit, ne nuk e kemi ditur dhe kemi lozur aq shumë dhe si nuk kemi helmuar, por thonë që nga farzat e asaj ka... I analizon lullet edhe nga aspekti biologjik para se ti krijosh? Bën një prerje tërthor, studion për to, kaq fort i vjen. Për shembull lule shega, lulet e shegës janë, dhe kjo është lulja e bashkëjetesës së gjatë. Domethënë shega është fruti bashkëjetesës së gjatë. Pra kanë domethënie. Pak a shumë arrita ke atë që doja. Ke bërë dhe kaktusin, no? Kaktusi quhet që është lulja më e shumtuar sepse e han kafshët, po e them lulja e gomarit,
është lulja që njifet, Po. por që është lule shëruse ose deveja, lulja e deves, por që është shumë e shumtuar, po për mua shumë e bukur, sepse gjembat e saj unë i kam shumë për zemër, duke i kapur të gjitha një nga një me penel, si bisturin e doktorit. Në kaktusin gjatë gjithë kohës e kam përdorur. Më knaj shumë sepse është lulja që do më pak kujdes, se nuk do ujë, nuk do mbajtur, ajo rritet vetë dhe bën atë lule në fund një herë në vit që të knaq fare, atë lule në sipër. Kudo që shkon je duke parë lule, Po, më maniti skena juaj. Jo, këtu janë lulet tuaja, po them kur ikën diku, je duke vëzhguar ndonjë lule që ta hedhësh në telajo. Po, gjithandej. I pëlqejnë, i dojnë njerëzit të lule? Apo ti mjaftosh me knacin që merr vet? Unë ja u përcjell, ata çuditërisht i duan, në studion time janë po kështu si në studion tënde tani janë plot, të gjithë kalojnë i prekin me dorë, vetëm po ti shohësh nga afër ato kanë dhe shumë njolla, sepse vazhdimisht i prekin. Duken si të gjalla. Shumë fëmijë dhe i gricin, por ajo ashtu ngelet se ka historikun e vet. Ke teknikë shumë të veçantë, gati një hiperrealizëm. Po, ashtu janë. Të gjithë lulet e mia kështu janë hiperrealiste, sepse janë të zmadhuara. Do të thënë, nga një lule e vogël, unë 1 metër, 1 metër e gjys, 2 metra. Do të thënë, këto janë. Entela, ke pas vështirësi se dukesh një njeri shumë solar, ke marrë gjërat me shumë, ke pas vështirësi gjatë jetës tënde artistike dhe jo vetëm? Jo, sepse familja janë të gjithë artistë. Nuk di çfarë do të bëj. Dhe jemi mirë kuptuar. Po. Duke qenë se jemi të gjithë brenda artit, nuk kemi, jemi shumë të qetë si familje. Cili është mesazhi që jep këtë pas mesnat për të gjithë artistët, të cilët vërtet e duan këtë art të bukur që është piktura dhe skulptura, por që mos ta lënë në mes? Çfarë duhet? Sekreti. Unë do doja që të gjithë të preknin aq shpesh penelin ose stekat siç i prek familja ime. Kjo do ishte dëshira për gjithë artistët. Ne i prekim 7 ditë e javës, kështu që do doja për gjithë artistët të kishin, të frymëzoheshin dhe të punonin rregullisht çdo ditë. Sepse vetëm ajo të mbush shpirtërisht dhe të bën, kështu si thoni ju, solar dhe të bën të qeshur dhe flet vetëm art, flet vetëm lule. Faleminderit shumë që ishe këtë pas mesnat, jemi edhe në prag pranvere, nuk ka më bukur se sa ta mbyllim me mesazhe të bukura, të paqta dhe pse jo, edhe një pasion e dritë për artin. Të falenderoj dhe unë shumë për këtë bisedë, aq më shumë që dhe ti ishe veshur art, respektova lulet tuaja. Që më kishe respektuar kaq shumë, të falenderoj. Miq, kjo ishte pas mesnat. Faleminderit që na ndiqni. Entela, faleminderit shumë që ndam së bashku jetën tënde si artiste edhe restauratore. Kënaqësi dhe për mua.